Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit, të dashurit, të nderuar dhe shumë të respektuar dhe zërmotra. Nisim me duke hapur me përshëndetjen e Xhenetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë përjetësisht me ju. Desha të ndaj me juve një lloj incidenti, po që nuk e lash me shku drejt incidenti me ndihmën e Allahut. Para një orë gjys me njofton me informon njëri prej vëllezërve të mi shpirtënor që punon brenda në shërbimin informativ shtetëror, kujdes se do të ngrihet një grack, ose më mirë të është ngritur një grack përmes një lafaraku, duke më ofruar varë se floriri, tha hajde se është, do të thojnë se hajde se është e vjedhur. Situata tha është e paqartë, kështu që nuk jam i sigurt, tha, është prej nesh ose prej në një grupi tjetër. E si t'ja bëj, tha, lejoje të hysh në pazar me ta. Dhe filloj duke u dridhur. Si tha, në fund, masi ja ngula sytë e mi hetus, si tha, merti varëse të vjedhur, e shikova, nuk i thash gjë. Po e lash që t'ua them haptas, e keni këtë. Unë i rri të njëjtës fjalë që e kam thënë të kuvendi popullor i Shqipërisë. Ai që guxon me më shkel interesat e mia, pasha Allahu në pagun me ballin e tij. Pasha Allahu në pagun me jetën e tij. Nga më i vogli deri te kryeministri. Fjallën e kam thënë edhe te kuvendi popullor, po ju them edhe kështu haptas. Pasha Allahu në pagun me jetën e tij. Ai që guxon të më prekin interesat e mia, kaq di me ju thënë.